Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, me mua Tirona Lilin për të nisur ditën e sotme një maraton shumë të gjatë. Sot do të flasim për gjithçka, do të thënë brenda asaj shtëpie, tensionet janë rritur dhe nga minuta në minutë loja mund të ndryshon. Nga minuta në minutë ofendimet mund të ndryshojnë, nga minuta në minutë kërcënimet ndryshojnë brenda asaj shtëpie. Dua të ndaloj në një marrëdhënie që në fakt ka shumë ditë që është krisur, një marrëdhënie që unë mendova që do të gjente paqen, një marrëdhënie që unë mendova që do të tregonte solidaritetin tek publiku shqiptar, por nuk ndodhi e këtill. Juela, Selin dhe mesi i gjithë kësaj gjëje, Rogerti dhe Greta. Ditën e djeshme, ju e dini shumë bukur, Juela dhe Selin janë përfshirë në një debat shumë të nxehtë, në një debat ku është përdorur gjuha më e madhe e urrëties edhe mlefi kundërdrejt njëra tjetrës. Provokimet që Greta në fakt ka bërë kundërdrejt Juelës e bëjnë Juelën që të mos të ndalon së provokuari tani vajzat e tjera apo së hakmeruri nga ato gjëra që në fakt janë thënë nga ana e të dy vajzave, si në këtë rast Selin edhe Greta. Ju e dini shumë bukur që Greta e quajti Juelën prostitut, e quajti Juelën lavire, e quajti Juelën kurth, në më thënë fjalë që ne në fakt më vjen dhe keq që i përmend, fjalë që ne nuk i presim nga një shoqëri të cilët prezantohen si vipa në një reality show siç është Big Brother me gjithë këtë potencialitet. Tani çfarë ndodh? Ditën e djeshme, Juela ka provokuar këto dy vajza, do të thënë tensionet ishin të rritura që jashtë që mes Tenaldon në momentin që ofendoi Rogertin, do të thënë Juela si gjithmonë i del në krah Rogertit, mundohet që ta mbrojë Rogertin, është një lojtare shumë e afërt dhe shumë e lidhur në lojë me Rogertin, sepse unë jam i bindur që Juela ka krijuar një konkluzion në kokën e saj se së qenurit afër me Rogertin mua më suporton dhe më çon drejt finales së madhe dhe unë e marr atë që unë duhet ta marr. Këtë e shoh si gjë të Juelës, do të thënë si armë të Juelës. Gjatë debatit përfshirë këtu dhe Selin, Juela përmendi disa vryma që Greta ju kthye me të keq, do me thënë ti tregoj unë ty ato vryma, shife çfarë kulturë të ka dhënë babai jot, dhe filluan tensione që në pamje të parë ishin të frikshme dhe unë prisja që vllau i madh tashmë me patjetër do të sjellë një zarf të zi në shtëpi, por duke ditur që ky televotim nuk do të prishet sepse është televotim zinxhir, do të thënë do të shkon nga prajmi në prajm, vllau i madh nuk reagon fare me asnjë lloj zarfi, ndoshta do të reagon në prajmin e së shtunës në këndin nëpërmjet opinionistëve. Selin nuk u përmbajt në këtë formë, nuk u përmbajt në këtë pjesë dhe kërcënon Juelën që do t'ja thyej turinjt, që realisht kjo nuk është e bukur për të dëgjuar brenda asaj shtëpie, por provokimet që vijnë nga ana e Juelës, të cilat nuk ndalen brenda në shtëpi kundërdrejt vajzave të tjera, në këtë rast Selin dhe Greta, janë tepër të dukshme, por unë e kuptoj Juelën. Juela është në një lojë, është duke luajtur dhe ajo dëshiron që gjatë gjithë kohës, do me thënë, të jetë në qendër të vëmendjes. Rogerti vazhdoi duke ofenduar Selinën, si gjithmonë që bën, duke degraduar Selinën, duke denigruar Selinën, vetëm do me thënë që të paguan atë borxhin e Juelës, sepse Rogerti në këtë debatin u përfshi nga ana e Juelës. Është i vetmi Big Brother që unë them që nuk ka asnjë lloj qetësie, që nuk ka asnjë lloj pozitiviteti, që nuk ka asnjë lloj energjie të mirë. Do të thënë, kjo nuk është lojë. Kjo nuk është lojë. Unë them që
këto janë kthyer në formë në gjëra personale, janë gjëra që do të vazhdojnë edhe jashtë, do me thënë nuk mund të kemi atë solidaritetin e shoqërisë, që kur të dalin nga këtu brenda banorët do të mbeten miq me njëri tjetrin, kjo është shoh që nuk ekziston. Do me thënë loja ka krijuar aq shumë urrëtie sa që nuk, do me thënë nuk ka rrugë të paqes. Dy vajzat ishin gati për të rrahur me njëra tjetrën, më pas edhe Greta duke ofenduar jashtëzakonisht shumë Juelën. Do me thënë është krijuar kjo lufta e madhe, është krijuar ky mlefi i madh kundërdrejt femrave në shtëpinë e Big Brother, që unë jam kundër që femrat të kenë kaq urrëtie ndaj njëra tjetrës. Rogerti vazhdonte, do me thënë, duke ofenduar, sepse për Rogertin është në rregull që të ndodhin këto gjërat. Ai në këtë pikë ka të bazuar lojën, do me thënë, në aspektin e ofendimit, në aspektin e grindjes, në aspektin e denigrimit, poshtërimit të njëri tjetrit. Do me thënë, këtu nuk ka një lojë që të jetë një lloj paqe dhe ne të mësojmë diçka të mirë nga këto. Reagimet kanë qenë të shumta, si nga ana e Juelës, si nga ana e Selinës, do me thënë pjesa e jashtme. Kanë reaguar jashtëzakonisht shumë për këto diskutime dhe për këto debate që ndodhen ditën e djeshme, por unë e shoh Selin në këtë rast shumë të frustruar me Juelën, e shoh shumë të acaruar me Juelën, do me thënë sikur i ka ngelur hatri jashtëzakonisht shumë tek Juela, edhe pse në momentet më të vështira, nëse do të analizojmë mirë, të dy vajzat janë pranë njëra tjetrës. Greta e ka shumë personale këtë pjesën me Juelën, sepse Juela e nxori në televotim nëpërmjet kutisë së Pandorës, dhe kjo gjëja, do me thënë, e bën situatën që loja e tyre apo historitë e tyre të krijuara brenda këtij formatit të mos të qetësohen, po të mbajnë gjithmonë këtë urrëtitjen, këtë mlefin dhe këtë inatin. Tani çfarë do të ndodhë me të dy gocat edhe me Rogertin? Unë dua që realisht të mbërrijë një zar fizi në shtëpi dhe të dënohen banorët ashtu siç në këtë rast e meritojnë. Unë nuk them që në këtë mes është Selina pa faj. Selin nuk duheshte pse të përfshihet, do me thënë debati ishte me Gretën, Greta ishte tek sfida e lojës, nuk ishte Selina, por gjithsesi Selina është në anën e Gretës dhe normalisht përfshihet në diskutimet e këtilla, e shoh Selina shumë bombastike në për diskutime. Ndërsa Juela, unë e shikoj që Juela bën lojë në kuadër të provokimit, do me thënë e ka të njëjtën rrugë si Rogerti, nuk është se ka diçka më ndryshe nga Rogerti, dhe normal, duke qenë 90 ditë aty brenda, do vinë edhe kërcënimet. Unë pres që këto banorë edhe mos të rihen, sepse në atë ditë kanë nisur të shkojnë, por gjithsesi është e turpshme, është e neveritshme dhe është çnjerëzore të shohim dy vajza duke kërcënuar, duke ofenduar dhe duke përmendur baballarët e njëra tjetrës për një vrymë e cila ishte një anë provokimi nga ana e Juelës, që Greta e mori punën e vrymës kritësisht tjetër, edhe pse unë e di që Juela ja tha me këtë konotacion. Çfarë dënimi duhet marrur në këtë stat, do me thënë, që kanë arritur këto banor?